Vëmendje, këto shenja tregojnë se një goditje në tru po vjen. Si ta kuptoni se ju po pësoni një goditje në tru? Mund të ndjeni pirje në krahun e majtë, këmbën ose në anën e majtë të fytyrës, probleme për të kuptuar të folurit e njerëzve të tjerë, paralizë plot ose e pjeshme, probleme për të parë me njërin ose të dy syt, marramendje dhe humbjeve të dijes. Gjithashtu janë 4 hapa që mund të ndërmerrni për të përcaktuar nëse dikush po përjeton një goditje. Kërkojini personit të buzëqesh, nëse ata kanë goditje nuk do ta bëjnë dot. Kërkojini personit ta thotë një fjali të thjeshtë, nëse nuk e menaxhon dot po kalon një goditje në tru. Kërkojini të ngrenë të dy krahët, nëse ata kanë pësuar një goditje, nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë as këtë. Gjithashtu kërkojini që të nxjerrin gjuhën jashtë. Nëse gjua është e shtrëmbur, nëse shkon nga njëra anë ose në tjetrën, kjo është një tregues gjithashtu i një goditje.